emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma konsideruar të televizionit Arbëria, mirë se erdhët në emisionin radhës në emisionin Bord. Kosova cikël pas cikëlës zgjedhor me 12 tetor. Mbajti zgjedhjet lokale me 9 shkurt. Mbajti zgjedhjet e përgjithshme me 9 nëntor, pritën ballotazhet në zgjedhje, po prapse është duke u përfolur që mund të kemi zgjedhje ose në fund të këtij viti ose në fillimin e hershëm të vitit 2026. Për të diskutuar lidhur me këto zhvillime, me këtë proces zgjedhor dhe këtë vit zgjedhor, kemi të ftuar opinionistin, doktorin Niazej Gashi. Përshëndetje, zoti Gashi, faleminderit që gjetët kohë. Edhe teleshikues që para përcjellen. Me 12 tetor, sovrani foli për zgjedhjet lokale, për të parën e komunës. Një pjesë shkuan, të komunave shkuan pa balotazh, ndërsa pjesa më e madhe do të garojnë edhe njerë në balotazh. Si e keni lexuar procesin zgjedhor dhe rezultatin zgjedhor të 12 tetorit në nivel Kosovë? Fillimisht duhet me thonë që përkundër disa mangësive në organizimin e zgjedhjeve, megjithatë ka dominuar fryma parimore e popullit në votime, dhe populli në të gjitha zgjedhjet ka tregu maturi, pjekuri dhe kulturë në këtë dimension, përkundër që partitë kanë devijuar larg prej kodit etik të moralit për zgjedhje dhe për realizimin e projekteve tyre politike. Megjithatë, këto kanë rrjedhë mirë. Rezultati këtyre zgjedhjeve është një pasojë reale e forcës politike të secilës parti që funksionon në Kosovë, dhe ai dallim është tepër i vogël për mujt me krijuar një diferencë e cila kishte me krijuar një faktor politik i cili kishte me dominu mbi të tjerë dhe ndoshta kishte me qenë në këtë situatë më mirë. Por ja që pavarësisht janë të gjitha të barabarta në zgjedhjet e përgjithshme, si duket vende për asamble në nivel Kosovës, më së shumti ka realizuar Partia Demokratike e Kosovës, pastaj pason Lidha Demokratike e Kosovës, pastaj vetëvendosja nëse zgaboj dhe AK-ja, pastaj lista serbe e zgjedhjeve. Zoti Gashi, pothuajse nëse shohim në përgjithësi, ka dominuar subjektet politike dhe kryetarët e komunave të cilët kanë qeverisur. Në raste të rralla, rasti Fushë Kosovës, nëse ka dikun tjetër, por nuk e besoj këtë, që ka ndryshuar pushteti lokal. Çfarë do të thotë kjo? Një vazhdimsi e qeverisjes lokale nëpër komuna. Unë mendoj që zgjedhjet në komuna kanë tjetër natyrë të percepcionit karshi votuesve, sepse votuesët në një komunë thuja se i njohin si njerëz, si familje, si karakter, si edukatë, njohin kandidatin që provon të bëhet kryetar komune, dhe ata na kemi rastin e Ferizajt, shembull Agim Aliun, i cili është hera e 4 që po i fiton zgjedhjet në nivel komune, dhe si duket njeriu është dëshmuar si punëtor dhe ja kanë besuar votën populli shumica normalisht në Ferizaj, dhe ai ka fituar zgjedhjet. Pastaj Imre Ahmeti Lipjanit, edhe ai gjithashtu, domethënë ky është i LDK-s, ai është i PDK-s. Ky djali në Bulliçi në Besion, domethënë tash ka fituar bindshëm, domethënë herën e dytë. Kështu që kurse zgjedhjet në nivel kombëtar, aty tani funksionin si tërësi zgjedhësi dhe votuesit, dhe normalisht që kanë tjetër percepcion për secilin kandidat që ofron partia. Sepse na ishim dëshmitar që vetëvendosja deshi ta impononte Albulena Haxhiun me çdo kusht për kryetarët të kuvendit, po ja që shumica dërmuese nuk e pranoi.
sepse normalisht që këtu është një tërsi tjetër e votuesve, një kapacitet tjetër e votuesve, të cilët ndryshe perceptojnë se cilën individ, se cilën politikan, po edhe se cilën parti. Kështu që këtu kanë absolutisht dallim, zgjedhjet në nivel komunash janë më reale dhe janë më toksore, kurse zgjedhjet në nivel të vendit po tregohemi që nuk kemi një kulturë, nuk kemi një vetdije politike dhe kombëtare të mjaftueshme për mujt dhe kjo mungon të politikbërësit, të anëtarët e partive politike dhe oponentët e tyne, kurse populli është në një hap më përpara tyne. Në çdo situatë është një hap para politikajve tonë. Tani kemi edhe balotazhin në shumicën e komunave, pothuajse në komunat më të mëdha. Balotazhi shpeshherë ka përmbysur rezultatet e para ku kanë bërë koalicione subjekte të ndryshme, njëra me tjetrën për të sfiduar të parën. Pritet ndonjë ndryshim në balotazh në rundin e dytë të zgjedhjeve? Në paka shumë e dim kush janë tash në balotazh dhe me kanë janë, dhe i dim edhe përcaktimet e partive tyne politike për kanë me anu dhe kanë me dhe dhjetë që vetëvendosja për me bo koalicion në e kem rastin e Vučić-Tërnës, rasti Vučić-Tërnës është si rasti i Ramiz Ladrovsit, i cili doli njeri kokë më vete dhe i fitoi zgjedhjet, edhe ky kandidati i LDK-s i Vučić-Tërnës e deklaroi koalicionin me vetëvendosin, por unë mendoj që partitë e tyne e mendojnë ndryshe dhe për këtë arsye ka me pas begi befasinat më dhaja, sepse ka me mujtë moralizua diçka që ka se presin as politikajt dhe as opinioni, po si do që jetë në nivel komunash ajo nuk prish shumë punë, sepse në nivel komunash është me rëndësi me pas numrin më të madh të asamblezëve, se pastaj ata dominojnë në komunat kryetari pa vendim të asamblezë me marrë kurfare iniciative. Se cila komuni ka specifikat e veta. Garan me kandidatë subjektit të ndryshëm njëri me tjetrën, është në lojë, dëni matematik. Kombinim matematikor që bën në shkëmbim të një komunën tjetër. Po marrëm shembull, Prishtina në kryeqytet kërkon ndihmën e Partisë Demokratike të Kosovës, ku në këto zgjedhje ka dalë bukur mirë. Po në Prizren, Partia Demokratike e Kosovës kërkon ndihmën e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po ashtu kemi raste të tjera ku përballet, po marrëm shembull, subjekte VV-PDK ose VV-LDK që mund të jenë kombinime matematikore. Sa mund të funksionojnë këtu në këtë balotazh? Ne jemi dëshmitar që në një kohë kanë qenë rival tash për mes veti PDK-ja me LDK-n, kurse kohët e fundit a rivalitet është zbedh dhe mund të them që janë afruar edhe në platforme, edhe në percepcion politik, edhe në qasje kështu me radhë, dhe na dim që rasti i fundit i zgjedhjeve që ka ndodhur në komunën e Prishtinës, këto dy parti janë bë bashkë për me mujtë me zgjedh kryetarin e komunës që kanë zgjedhur përparim Ramën, dhe pastaj tani është e njëjta situatë. Raporti i vetëvendosjes është i nder dhe i tendosur me të gjitha partitë e mëdha, po flasëm për partitë e mëdha, dhe jo me fajne e partive opozitare, por me fajne vetë lëvizjes vetëvendosje. Sepse lëvizja vetëvendosje me një krenari të pamboles dhe me një arogancë ka krijuar hasëm dhe raport armiqësor me të dy partitë, me LDK-n dhe me PDK-n, dhe normalisht që ajo ka me hakmar, dhe sigurisht që në shumicën e rasteve, sepse ju e thatë edhe vetë që në këtë rast Prizreni me Prishtinën, po del që PDK-ja me LDK-n kanë minimuar njëna tjetrës, në këtë rast
këta kanë menimu PDK-s dhe këta kanë menimu LDK-s. Në Prishtinë, PDK-ja menimu LDK-s, atje LDK-ja ka menimu PDK-s dhe ka menduar pavarësisht një matematikë e tillë. E përmendet rastin e Vushtrisë. Ishte i pranishëm në nënshkrimin e koalicionit VV-LDK edhe kryeministrin në detyrë. A ishte taktizim politik i zotit Kurti, vetëm sa për të krijuar përplasje brenda subjektit politik, se sa një interesim për një komunë aq të vogël sa që është Vushtria. Për fat keq, Albin Kurti është shërby me këto veprime në kontinuitet. Ju një dëshmitar që ka shku edhe në Shqipëri, edhe në Macedoni, edhe në Mallzi, të mundu me ndiku në zgjedhjen e percepcionet politike të elektoratit atje, dhe në asnjë rast nuk ka sjell diçka dobishme, përkundrazi ka rezultu diçka e damshme në çdo veprim të tina. Edhe kjo situatë mendoj që ka me ndiku njëjtë. Këta, për fat keq, janë tepër narcisoid shumica, po flasim për shumicën, dhe të gjithë mendojnë kur që qojnë para pasyre që lëm popullit që më ka mua, se pa mua këta desin. A unë po ju them atyne që populli është më i vetëdijshëm politikisht edhe në aspektin kulturës dhe vetëdijes politike, si nivel komunal, si nivel kombëtar, janë më të vetëdijshëm masa popullore se sa që janë këta vetë. Dhe të gjitha këto ndasi po i gjenerojnë dhe po i ushqejnë vetë politikajt të bën ndasi pasaj në popull. Popullit i intereson mirëqenia sociale, popullit i intereson standardi jetësor, popullit i intereson me pas vendet reja të punës, zhvillimi ekonomik, zhvillimi e arsimit, i shëndetësisë kështu me radhë. Kurse këta nuk e kanë në projekcion të vetin as në fillimet të aktiviteteve zgjedhore kur të fillojnë zgjedhjet, por të gjitha kanë projekcion dhe objektiv, por e kanë interesin personal, dhe me bindjen, ata janë shumë të bindën, në vetë janë të bindën që ata janë të dërguar të perenis që duen me udhëheq dhe me qeveris këtë popull dhe këta njerëz. Ky popull duhet mu vedisu një ditë dhe me marrë guximin dhe me ju thonë këtyne që nuk jeni ju ma të mirët që jeni atë. Sepse ka në qëtë mosën popullore, ka shumë individ që janë shumë ma të mirë se ata, edhe në aspektin arsimor, edhe në aspektin intelektual, edhe në aspektin moral, edhe në aspektin social, edhe në aspektin patriotik, kombëtar, qysh dënë të lypin, ka popullurin, edhe djelë të mirë, edhe gratë mira, të cilat munden me kontribue shumë pozitivisht. Zgjedhjet lokale filluan, mbajt fushata përfunduan, tani dihet edhe fundi tyre, është balotazhi do të përfundojnë, ndërsa zgjedhjet nacionale të nëntëshkurtit ende nuk kanë marrur epilog. Se na kanë mbetur edhe 2 ditë deri të dielën e premteshtën, dhe është afati 15 ditor kur duhet të krijohet shumica për qeverisje ose qeveria e re. Lista serbe prap ka drejtuar një ankesë drejt gjykatës kushtetuese, ku deri më tani gjykata kushtetuese nuk ka nxjerrë ndonjë pezullem apo ndonjë vendim lidhur me këtë, çfarë po ndodh në aspektin nacional, që Kosova pothuajse tërë vitin në pa qeveri edhe në pritje të krijimit të qeverisë së re. Për fat të keq paralizohet parashikimi që kemi bërë, se ne kemi pas një mision me njëherë mas zgjedhjeve të shkurtit, dhe atëherë kemi qenë skeptik për realizimin apo për konstituimin e kuvendit të Republikës së Kosovës, i cili nisi me zgjedhjen e kryetarës së kuvendit, me Albulina Haxhiun, dhe të gjithë jam dëshmitar të atij prolongimi të pa arsyeshëm, pa asnjë arsye dhe deri në banalitet, dhe ato nuk janë bërë asnjë veprim, nuk është bërë pa paramendim. Të gjitha janë bërë me paramendim, me projekcion dhe me plan. Domethënë, po thoni që me skenar të përgatitur, me skenar të përgatitur, të analizuar dhe me konsulent të paguar nga jashtë, që të mos realizohet konstituimi i qeverisë Kosovës,
dhe të dëshmohet para bote që ky popull nuk është i denj për të qeverisur dhe për të krijuar shtet, sepse mos konstituimi i qeverisë për vite të tëra është një tregues shumë i keq. Dhe të gjitha këto fojën kryesor e ka pas partia fitimtare në zgjedhje, të janë animue përqindje të barabartë pastaj opozita. Domethënë asnjëna palë nuk kanë qenë të interesuara dhe secila është munduar me reflektue atë vullnetin negativ në anën e kundërt, jo me kërku të vetvetja, po ja, pala e kundërt, nuk po ma mundësën me bo qeverin, atë njëtën kohë ata nuk kanë qenë të interesuar me zgjedh as vetat çështje. Po frigohem që kjo gjendje ka me vazhdu, sepse gjithë ka mu gjithë një arsye apo një tjetër, herë në gjykatën kushtetuese, e herë ndoshta edhe me shkuar në për gjykata më jashtë vendit, të cilat ndërkombëtare, të cilat pastaj duhet me prit me vite të tëra dhe ta kthejnë përgjigjen, e kështu me radhë, dhe kjo çështje ka mu prolongua. Arsyeja është sepse vetëvendosja doli e para në zgjedhje, po ata nuk kanë qenë gjendje me perceptu që në start, që je para, po nuk je fitimtarja, sepse nuk i ki numrat. Në momentin që të mungoj numrat me bo qeverin, ti je e para në mes barabartëve. Tani e kemi kuvendin e konstituun, kemi kryetarën e kuvendit, kemi nën kryetarët, pritet edhe formimi i qeverisë. Nuk kemi ende ndonjë afërim ose dakordim me subjekte politike që të janë të gatshëm formimin e qeverisë. Çfarë mendoni? Do të ndodhë në këto ditë dhe cilët mund të jetë epilogi këtyre? Do të kemi qeveri të re, apo prap qytetarët do të drejtohen kutive të votimit për të legjitimuar? Këtu tash janë dy mundësi. Mundësia e parë është vetëvendosja me gjetë, me hulumtu dhe me gjetë deputet të mjaftueshëm që me i bëjë 61 vota. Në mënyrë individuale, mendoni? Në mënyrë individuale, po ndoshta ka një herë edhe me 2 parti, për shembull me marrë nismën dhe minoritetet në kuvend, me ata mundet me bo 61, dhe ose me LDK-n mundet me bo, por shembull ky nuk ka me provu me PDK-n heq, për arsye se çashtu i kanë raportet, që nuk ka me provu, dhe këta nëse mundën, kanë me bo me çdo kusht, kanë me bo një qeveri, e cila ka me qenë jo funksionale, sepse çashtu po duhet, me qenë një situatë që nuk i qënë gjërat për para, qysh nuk i kanë qu deri tash me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, dhe në rastin nëse këta e zgjedhin ose aleancën për harmoninë e Kosovës me nismën, ose aleancën me minoritetet, këta kanë me pas një kuvend, por jo funksional. Sepse në momentin që partia tjetër ta mundësën hyrje në koalicion, i ka kushtet e veta, të cilat normalisht që pala që duhet me i pranu ose me i refuzu, nuk ka me qenë interesuar. Dhe ajo ndoshta për fillim ka me pranu sa për të thënë që e bërë qeverin, por krejt me qëllimit që qeveria mës me funksionu dhe me shty sa ma shumë zgjedhjet e ardhshme, mës me dalë me njerë. Zoti Koshi, përmendet që mund të formohet qeveria me nismën dhe minoritetet. Nëse llogarisëm i ka 48 deputet lëvizja vetëvendose, 3 nisma, 5 edhe 8 minoritetet, sepse të gjithë nuk janë. Bëjnë 59, mungojnë 2 deputet, mund të gjetet, targetohet ndonjë deputet nga subjektet të tjera në këtë variant? Këtu shpreson ata, domethënë është që mundësi që me mujt me regrutu 2 vet ose 3 prej LDK-ja, dhe me këta me boni qeveri, ose duen me marë aleancën dhe minoritetet. Deri me tani, Aleanca për Harmoninë e Kosovës është treguar më rezistentja në këtë drejtim. Në politikë rezistencat shkrihen para interesave për fat keq, dhe ajo mund të ndodhë sepse aty pastaj ka biseda, ka pazare, por koha është e shkurt. Koha është e shkurt
Dhe këta është dash deri tash me pas zgjedhjen veç me deklarue kur është mas nesër, a kur është afati. E dielën. Po të dielën është afati dhe unë nuk kam informata që kanë diçka të realizume dhe deklarata e Albin Kurtit e saqme më duket, tha që kanë intensifikue përpjekjet për me bisedu me gjetë një zgjidhje për realizimin e këtyre çështjeve, por mundësit janë këto që i thamë, s'ka tjera. Çfarë sa logjike, sa është e ndershme ta themi për subjektet politike që nga prilli kur është dashur të krijohen institucionet, të pritet fundit tetorit, edhe të afrohen mes vete të njëjtat subjekte, edhe koha humbur, ku po mbetet edhe vendi pa institucione. Mu më kujtohet një frazë e padisë të gjykatës Hagës në raport me Fatmir Limin kur ishte në gjyq, dhe kam dëgjuar me vesh të mi përmes televizionit normalisht, që akuzohej për të bërat dhe të pabërat. Dhe me thonë, qka ke bo keq, dhe qa s'ke bo mirë, ke mujtë me bo mirë. Akuzohej. Po populli ynë nuk është hakmars, nuk është smirëzi, për ndryshe ishtë dashtë me kërku llogari edhe pse se kanë bo. Pse ne kemi hub gjithë këtë kohë. Ne kemi hub dikon 1 miliard e 300 miliona, 400 miliona kemi hub prej fondit monetar ndërkombëtar dhe bankës botërore, të cilat jipen fal për zhvillimin e shteteve në zhvillim. I kemi hub dhe jemi në rrugë të humbim edhe të këtij viti, të cilat pastaj kishin me bën një 3 miliard lirë, që për Kosovën është buxheti i një viti total. Kështu që ishtë dashtë me dhonë llogari dikush për këto vanesa, dhe ishtë dashtë dikush më thirrën përgjegjësi për këto vanesa, sepse këto janë thjesht loj fjalësh. Sepse gjithherë kime mujtë me gjithë një arsye, ja ka thonë, ja s'ka thonë, ja pata me i thonë, ja ka pasë me më thonë, ja kom shty, se kom shty, dhe me prelëngue. E thatë më parë që ka qenë një plan i përgatitur, ose një skenar i përgatitur. A është arritur ky skenar nga subjektet politike dhe a mund të shtyhet deri në zgjedhjen e presidentit të ri, apo unë mendoj që kretë esenca e prolongimit është që me quhe zgjedhjet në vitin e ardhshëm kur ka më zgjedhje presidenti ose presidentja. Dhe pastaj aty ka me pas mundësi që përmes postit të presidentit mu bo pazaret më lehtë dhe me mujtë me marrë kompetenca më të mëdha dhe numra më të mëdhaj në numrin e vende ullëseve në kuvend. E përmendet që secili subjekt prej shkurtit deri më tani, ta themi prej 9 shkurtit, 10 shkurtit, kur janë shpallur rezultatet, deri më tani janë munduar ta fajsojnë njëri tjetrin. Pozita opozitën, secili subjekt ka pas kombinime të ndryshme, po ashtu edhe kemi pa veprime të cilat kemi arritur deri më këtu. Çfarë apo si do të ketë arsyetim secili subjekt të përgjigjet, edhe të del para popullit, edhe si mund të shfaqsojnë veten, të gjitha këto ku e kemi pa, lëvizjen vetëvendosje, veprimet e saj, Partinë Demokratike ku ka votuar kryetarin e kuvendit, ndërsa pastaj nuk e ka votuar nën kryetarin, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës nuk e voton kryetarin, voton nën kryetarin, që shihet një farlloj dakordimi deri në ardhe këtu, por në afote kohore duke shtyr me procese vendime të gjykatës kushtetuese. Janë arsyet të ndryshme që nga të 3 këto parti po prolongohet zgjedhja e situatës. Arsyeja e parë e vetëvendosjes është që ajo tani më e ka pa që nuk ka potencial dhe kapacitet si e vetme të bëjë qeverinë, dhe tani është në një gjendje knockdowni për shkak se ka qenë e bindur që ka me fitu zgjedhjet në mënyrë absolute dhe ka me bë kuvendin pa nevojën e të tjerëve. PDK-ja ka qenë me prolongu sepse koha po punon në favor të PDK-s, ajo po vjen të i rrit numrat e
votuesve dhe votave, për shkak të fajeve të vetëvetosjes, dhe ka qef që të shtyhet sa ma vonë, sepse sa ma vonë sigurisht po shpresojnë që të kryojnë numra ma të mëdhaj. LDK-ja është tani në një gjendje, në një pat pozitë, sepse ka rënë bajagi shumë në raport me këto dyja, dhe më thonë, ka rënë në vendin e tretë të ranglistës si parti me vlera të numrave dhe votave. Dhe edhe kjo nuk është e interesume sepse nuk e shen do një benefit personal, kështu që këtyne po jo konvenon mu prolongu kjo, por nuk i konvenon shtetit, nuk i konvenon popullit. A do të kemi gatishmëri të deputetëve në mënyrë individuale kur e shohim që është fundi, edhe nëse nuk do të votohet, do të shkohet në zgjedhje të reja, do të humb mandati pa filluar fare. A do të kemi refuzim apo këmbgulje të deputetëve në mënyrë individuale, sepse tek e fundit edhe ata se cili bëjnë llogarit në vete, mezi kanë fituar mandate dhe do të janë gjendje ti humbin këtë mandate të kërkojnë mandat të ri. Unë kam pritë... Nëse ju drejtohen për zgjedhje, po mendojmë të jashtëzakonshme. Unë kam pritë që ka me u kriju aty një trup rebelusish nga të gjitha partit, nga të trijat, sepse unë e di njerëz të mirë dhe të moralshëm, të ndershëm, të ndërgjegjshëm, si politikisht, si moralisht, si profesionalisht, edhe në vetëvendosje, edhe në PDK, edhe në LDK, dhe jam befasu me qetësinë e tyre që nuk kanë reague në ato situata. Unë nuk kam qenë deputet kur, por nga kjo pozitë nuk kisha me pranue atë sjellje inferiore në këtë situatë. Pa dalë me thonë, nuk e kisha lënë, dhe me iftu ata njerëz që unë i kisha njohur me emën. Me thonë, filon Fisteko, jenë salë, jebë kësaj partije, dilë që të. Dilë edhe ti, dilë edhe ti, dilë edhe ti. Unë e di që ju nuk jeni për këtë situatë. Pse po shune? Pse po shune? Pse po i nështëroni diktatet të dikujna që ka keq? Pavarësisht kush është ai. Dhe kur është interesi i shtetit, kur është interesi i kombit, kur është interesi i atdheut, unë i kisha abstrahu gjithkan. Dhe ata duhet më organizu për brenda, dhe me thonë, jo, nuk kem kohë, dhe Kosova nuk ka luksin me bo zgjedhje pas zgjedhjesh dhe mësë me realizimin dhe formimin e një qeverie. Nuk e kem në atë luks, na jem të për fukare, na jem të për dvarfon në aspektin material. Dhe të gjithë në apedim sa po kushtojnë një parë zgjedhje, pa kur fa rezultati. Dhe unë jem befasu, unë i kisha ftu që nga këtu, i kisha ftu që letë vedisohen, dhe në dalin edhe të thujnë, edhe kryetarit vetaj, nuk e kem luksin na mos jellë kështu. Megjithatë, të paktën deputet, të cilët ngrihen mbi subjektin politik, edhe të tregojnë parimet dhe idetë e veta ose atë shqetësimet që kanë spoku. Gjithherë duhet dikush më u viktimizu, se ka njëherë vyjnë vetëm një xizë për me undez flaka. Dhe në ato situata duhet dikush me sakrifiku që është nevoja edhe vetë vetën për të mirën e kombit, për të mirën e shtetit, për të mirën e atdheut, për të mirën e këtij populli i cili ka vujt shumë, ka dhonë shumë dhe nuk po merr asgjë. Zoti Koshi, për fund, pse mendoni? E përmend shkollat nga ndikimet e jashtme. Pse mendoni është bërë e tërë kjo zvarritje nga lëvizja vetëvendosje, pasi ka qenë shumicë, edhe është shumicë në formimin e institucioneve që edhe 2 ditë para ende nuk ka koalicion, besën në atë që mendon vetë, pa kompromise, po ashtu edhe partit ish opozitare që kanë qenë, nuk kemi parë hapa konkret lidhur me gjetjen e një rrugë apo zgjidhje. Vetëvendosja ende vonë pe kompleksit të megalomanisë dhe të bindjes që është ajo e cila meriton me udhëheq Kosovën dhe vetëm ajo, dhe të tërkush nuk dit me udhëheq Kosovën. Dhe kjo i ka qenë handicap shumë i madh për ta, sepse më mirë kish me qenë me rata në tokë, sepse shqiptarjen edhe të PDK-s edhe të LDK-s dhe më ullë me bisedue si vëllezër
Pavarësisht që janë tabore të ndryshme politike, ne megjithatë jemi vëllezër, jemi etnikombe dhe nuk bën me u hakmar. Nuk bën mu hakmar. Edhe një zigoshe se që po vletë, jo që po frigojna, ata në të hakmerën se s'kanë që bojnë. Po nuk duhet me mu hakmar, po më duhet me marë për pozitiv se kam qëllimin e mirë. Edhe ata nuk vynë me trajtue kolegun si hasëm, por si rival. Dhe rivaliteti e qënë për para procesin. Por jo në rivalitet deri në orrejtje, deri në zhdukje, deri në mendimin e zhdukjes fizike e kështu me radhë. Dhe normalisht që PDK-s dhe LDK-s i konvenon sa ma keq me dalë vetëvendosja. Dhe këta pe ushqenjë tash, po ecën drejtimin e kondër të tina, dhe qa që pëvyrina dhe atina mes me mujtë mu në kom, dhe mes me mujtë me bëtë qeverin. Dhe me thonë, janë të ecë në drejtim të kondër njënit tjetërit. Jo me forca centripetale, po me forca centrifugale. Dhe me thonë, mo që ka përdjedh, jo mu afru. Megjithatë, nëse e shohim tërë këtë rrjedh, nuk kanë qenë edhe të kundër për faktin që shpesher kanë shku në ato veprime, ato skenare të zotit Kurti, edhe subjekte politike. Nuk kanë qenë në gjendje të ngriten mbi atë që ndoshta është krizë, ndoshta është jo populiste, edhe kanë ra prej. Shpesher kemi po duke abstenua, shpesher kemi po duke shkuar në ritmin e hapave të zotit Kurti në kuvend Kosovës apo në veprimet politike. Po rrushit të e pashe që shoqin piqet. Ata e kanë pa qysh po sillet vetëvendosja kur pe ka forcën dorë, dhe këta janë bo bashkë, pastaj po bojnë numra ma shumë se vetëvendosja, dhe nuk ja votojnë dhe kemi pa që s'kanë kaluar shumë propozime në kuvend, s'kanë mujtë moralizu. Zoti Koshi, edhe njëherë po them për fund, të dielën do të kemi qeveri të re, apo Unë jam skeptik, edhe pse në një anë kam bindjen që kur të ka më munu me ba një qeverit lartë, me të cilën ka me prelongue vetë vetën në atë pozit, dhe të shofim se do të rrjedh. Faleminderit për kohën dhe opinionin e dhënë. S'ka përse jeni të mirë se ardhën. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.